Sa vlezër me zvete i kanë kut raportet me styre, nuk flasin, është i gatë që t'i ofron ndihmë kujt do që të jetë, x personit që as e nje, ose as që kanë ndonjë lishmëri familjare, është i gatë që për t'i ofru ndihmë ati, për në momenti kur vllai i tij vun, ka hall e delte dhe ka nevojë për ndihmën e tij, ky nuk ka gatishmëri për ta falur atë dhe për t'i ofruar ndihmë atij. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për shkak se në zemrat tona nuk ekziston falje. Al-afu. Nuk ekziston falje. Për ta falur tjetrin duhet të jesh i mëshirshëm. Për të pasur mëshirë duhet pasur iman, besim. Ai i cili zemrën e ka të mbushur me iman, ai ka dhe rahmet, mëshirë zemrën e tij. Ati i dhimset edhe kafsha, hajvanati i dhimset edhe njeriu, i dhimset edhe çdo kusht tjetër. I tillë është. Kështu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por kur ka dobësi ose maksi të imanit në zemrat tona, dhe zemrat tona janë të ngurcume, të egërsume, të ashpra, të forta, gjokësi i shtengut, dhe për pak e shumë nervoz, agresivitet, shamat me njerë të gatshët me u përla me se cilin njeri, qoftë i afër, qoftë i largët, e normal nuk mundet ky njeri ta posedon pastaj këtë cilësi faljen, që është i gatshët me njerë me i falë të tjerët.